Numri i njerëzve që kanë vdekur gjatë protestave në Iran ka shkuar në 2571, sipas një përditësimi nga Agjencia e Lajmeve për të Drejtat e Njerëzit, një organizatë e aktivistëve iranian me bazë në Shtetet e Bashkuara. Midis së vdekurve janë 12 persona nën 18 vjeç, ndërsa organizata deklaroi se në ditën e 17 të protestave u pa një rritje e ndjeshme e numrit të viktimave, të plagosurve si dhe të arrestuarve. Por numri mund të jetë edhe shumë herë më i lartë, teksa mediat deklarojnë për 12.000 viktima, shifra që ende nuk janë të verifikuara. Irani po përballet me protestat më të mëdha kundër regjimit klerikal në vitet e fundit, me autoritetet që po shtypin me brutalitet pakënaqësi në rritje. Protestat nisën më 28 dhjetor për shkak të pakënaqësive me krizën ekonomike, zhvlerësimin e monedhës kombëtare si dhe krizës energjetike. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetjen për protestuesit iranian me presidentin amerikan Donald Trump, që ka paralajmëruar autoritetet në Teheran se Washingtoni do të ndërhyjë nëse Irani vret protestuesit. Ndërkohë, kreu i gjyqësorit të Iranit ka lënë të kuptohet se do të ketë gjyqe të shpejta dhe ekzekutime për të ndaluarit gjatë protestave pas kërcënimit të Donald Trump për veprime shumë të forta nëse Teherani ekzekuton protestuesit. Sipas një grupi për të drejtat e njerëzit, një protestues 26 vjeçar do të ekzekutohet. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se do të ndërmerrte masa shumë të forta nëse autoritetet iraniane vazhdojnë me kërcënime për ekzekutimin e protestuesve. Deklaratën e Trump, Teherani e quajti pretekst për ndërhyrje ushtarake. Misioni iranian në Organizatën e Kombeve të Bashkuara lëshoi një deklaratë për platformën X, duke u zotuar se Washingtoni do të dështojë përsëri. Ministri iranian i mbrojtjes paralajmëroi të mërkurën se vendi i tij do të sulmojë bazat amerikane në rajon nëse Shtetet e Bashkuara nisin një ofensiv kundër kombit persian. Ai shtoi se të gjitha bazat amerikane dhe bazat ushtarake të vendeve të tjera në rajon që ndihmojnë Shtetet e Bashkuara në sulmet ndaj Iranit do të konsiderohen objektiva legjitim.